Dëshiroj ta nis më njëherë me parashikimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për një rritje ekonomike në fakt që është më e ulët sa parashikimi me 3.4%. Fillimisht ai gjykoni për atë arsyeshme, ndoshta argumenta që lidhen me situatën në lindjen e mesme dhe sa shqetësuese prash për ekonominë, si ndikon? Fondi monetar ka bërë një rishikim të gjithë parashikimeve, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vende të tjera, pasi parashikimet gjithmonë ndodhin në një periudhë përpara se të ndodhin ngjarje, që nuk kuptohet, këto parashikime ka qenë përpara fillimit të krizës. Dhe kriza aktuale, si pasojë e luftës në gjirin pestrik, ka krijuar një problematik jo vetëm në Shqipëri, që Shqipëria më shumë e importon krizën se sa e prodhon, dhe kjo reflektohet automatikisht jo vetëm në problemin e lëndës së parë që nuk kuptohet ndërpritet ai që quhet zinxhiri i furnizimit, por nga ana tjetër kjo ndërprerje e lëndës së parë sjell efekte të rritjen e kostove në produkte të ndryshme. Dhe për pasojë kjo reflektohet gjithmonë në ekonomi. Po flasim për rritjen ekonomike, por flasim për periudhën në vijim. Dhe ende efektet e krizës nuk janë ndier ende plotësisht, sepse është gjithmonë vetëm periudha e parë. Pasi efektet e krizës do ndihen edhe në muajt në vijim, dhe nëse marrim vetëm një produkt, për shembull një lëndë të parë siç mund të jenë fertilizantët, të cilët janë shumë domosdoshëm për bujqësinë, nëse këto do mungojnë sot, siç realisht po mungojnë në këtë rast, ose kosto e lartë e këtyre produkteve që është lënda e parë që është sot, kjo do reflektohet te çmimi final i produkteve bujqësore nesër kur të dalin gjatë qershorit, korrikut, gushtit e merat. Që nuk kuptohet janë efekte që do zjasin. Dhe për sa kohë këto efekte zjasin, automatikisht këto reflektohen në ekonomitë kombëtare, dhe Fondi Monetar ka bërë një rishikim të përqindjes ose të normës së rritjeve të ekonomisë pothuajse në shumë vende të botës, duke përfshirë vendet Bashkimit Evropian, Shqipërinë dhe me radhë. Kjo do thotë që është në thonjza një naturalitet ekonomie ku ndodhemi në krizë të kemi një rishikim dhe një ulje të ritmeve të ekonomisë më pak se sa një ekonomi në kushte natyrore dhe në kushte pa krizë, në kushte të zhvillimit të natyrshëm, do të quajmë. Dhe çdo krizë do thotë që do ta kurrë ekonominë. Në shumë raste parashikimet janë që mund të shojnë edhe në vende të caktuara edhe me recesion. Për një ekonomi si Shqipëria, në këtë rast kjo kurrje është natyrale në zhvillim, por efektet në këtë rast do ndihen edhe në muajt në vijim.